Një nga tregimet më të thella në Kuran për dikë që ka kaluar trauma të shumta, sfida të rënda, e megjithatë Allahu e ndihmon të rishikojë të shkuarën e tij për të ngritur drejt së ardhmes, është historia e profetit Musa a.s. Që në fillim të jetës së tij, Musa a.s. përjetoi praktisje. Nëna e tij e la në lumë sepse Allahu i urdhëroi ta bënte. Edhe pse Musa ishte i vogël, nuk dinte gjë, ishte foshnjë, ajo përvoi lë gjumë, sepse edhe bebet formojnë ndjesi dhe programe emocionale. Ai pastaj u rrit në një shtëpi të fuqishme, por të frikshme, nën kujdesin e faraonit, një tiran, ishte fëmijë që jetonte në një ambient abuziv i mbushur me frikë dhe kontroll. Më vonë, kur Musa u rrit, ai përfshihet gabimisht në një sherrë dhe vret dikë rastësisht. Ai ishte impulsiv, reagon shpejt dhe në një goditje e vetme i merr jetën dikujt tjetër. I friksuar, ai largohet nga Egjipti, bëhet i kërkuar dhe i arratisur. Më pas, ai kaloi 10 vite në Madian, larg kaosit dhe frikës së Egjiptit. Një periudhë shërimi, një mjedis i qetë, një jetë e thjeshtë, duke punuar me bagëti dhe në kujdesin e një njeriu të urtë. Dhe sipas disa dietarëve, ky njeri ishte profeti Shuaib. Asgjë e veçantë nuk ndodh në jetën e Musait a.s. Këto janë thjesht 10 vite pushimi, përpunimi, rritje, maturimi. Ndoshta shumica nga ne ndjehemi në këtë periudhë pushimi tani kur nuk veprojmë, por ndonjëherë edhe kjo është çfarë na duhet për të shëruar traumën. Të dalim nga vendi që na lëndoi, të pushojmë, të mos bëjmë asgjë. Kur Musa i afrohet moshës 40 vjeç dhe është duke u kthyer në Egjipt, ai sheh shkurret që digjeshin në mal dhe aty Allahu i flet, duke i zbuluar misionin e tij. Por Musa i trembet. Allahu i thot 3 herë, shko tek faraoni. Dhe 3 herë Musa i përgjigjet, kam frikë. Këto janë traumat e tij. Ai ka frikë se nuk do ta dëgjojnë, ka frikë nga e folura në publik, nga ngurtësimi, nga gabimi sepse i merresht edhe goja. Ka frikë nga dosja e vjetër e vrasjes, ka frikë të kthehet në vendin ku u rrit në dhunë dhe terror, që të mos e marrin në burg. Kjo është trauma që flet, nëpërmes frikës tonë. Kjo është e kaluara që vazhdon e na ndjek. Po si e qetëson Allahu? Si ai jep kurajun atij për të ecur përpara, duke i treguar sërish historinë e jetës së tij. Hap pas hapi, si një terapi hynore, Allahu i thot, a e mban mend kur motra jote të ndoqi në breg të lumit? Kur ajo hyri në pallat dhe propozoi nënën tënde si dado. Ti mund të mos e kishe pasur motrën, mund të mos të ktheheshe te nëna jote, ndoshta ty të dukej se hedhja në lum ishte tragjike, por unë të mbrojta, të ktheva te nëna jote që ajo të gëzohej. Ti vrave dikë pa dashje, por unë të shpëtova nga pasojat. Pra nuk është historia një fëmije që u braktis, që u rrit me një tiran që bëri një gabim fatal. Është historia një njeriu që Allahu e mbrojti në çdo hap. Historia e dikujt që nuk u la vetëm. Kjo mund të jetë edhe historia jote që e dëgjon tani, që ti nuk e kupton pse ato trauma u shfaqen në jetën tënde, por krejt ishte mbrojtje nga Allahu. Dhe unë hodha mbi ty dashuri që të rritesh në syrin tim. Kuran 20:39. Ky ajet tregon për përkujdesin dhe mbrojtjen e veçantë të Allahut ndaj Musait a.s. që në foshnjëri. Dhe të sugjeroj që edhe ti ta lexosh këtë ajet jo sikur i flet Musait, por sikur të flet Allahu ty. Sepse ky ajet është shërim për traumat, ka qenë shërim për mua dhe inshallah do të jetë edhe shërim për ty. Allahu vazhdon duke i thënë Musës a.s. të kam sprovuar her pas here sepse të kam zgjedhur. Këto përvoja dhe sprova i bëra të gjithë për ty, që të formonin karakterin për këtë mision. Mos ki frikë, ti je i përgatitur, unë jam me ty, tani shko. Por, njeriu nuk shlirohet nga frika vetëm me fjalë, duhet praktik. Dhe Allahu ja jep këtë praktik. Ç'ke në dorën tënde të djathtë, pyeti Allahu Musën a.s. Kjo është shkopi im, mbështetem te ai, përgjigj Musa. Më duhet për shumë gjëra. Allahu i thot, mirë, ti i mvarur prej ti, hidhe. Ai shkop ishte gjëra që përdorte Musa i çdo ditë, që ishte i mvarur prej atij. Dhe Allahu i thot, hiq dorë nga shkopi. Kjo është si të thoshte ty,
hidhe telefonin nga dritarja. Ti do ta thoshe jo asnjëherë. Duhet të mësojmë të heqim dorë nga ato gjëra që mendojmë se s'na lajnë të jetojmë pa të. Që të mbështetemi tek Allahu. Kështu që Musai më në fund e hodhi shkopin. Pastaj shkopi kthehet në gjarpër. Allahu i thot, merre tani gjarprin dhe kape për koke. Musai largohet me vrap dhe Allahu i thot, kthehu, mos ki frik, merre, më beso. Te sura Taha 20. Dhe pas 3 herë hezitimi, dhe sipas interpretimeve të dietarëve, për shembull në komentet e Ibn Kathir, thuhet se Musai e përmbysi tmerrin dhe e kapi gjarprin sipas urdhrit të Allahut dhe më pas shkopi u rikthye në gjendjen e mëparshme. Pra 2 gjëra si mësim për ne. Mëso të heqësh dorë nga ato që të japin ndjenjen e rrejshme të kontrollit, që të mund të mbështetesh tek Allahu. Mëso të kapësh gjarprin sepse do të ketë shumë gjëra që do të friksojnë, nëse heziton gjithmonë nuk do të arrish. Kjo është rrugdalja nga traumat. Kjo është terapia që të gjithë psikologët të japin sot. Të riformulosh e të akceptosh të shkuarën tënde. Ta përballosh frikën, traumën, ta kuptosh se mëshira dhe mbrojtja e Allahut kanë qenë gjithmonë me ty. Dhe pastaj të mësosh të lëshosh ato gjëra të cilave u mbahesh emocionalisht, si njerëzit, validimin e rrjeteve sociale, të gjithë gjëra që mendon se nuk jeton dot pa të, dhe të mbështetesh tek Allahu. Kur e bën këtë, fiton fuqinë e Allahut që profetët përdoren për të përballur tiranët e kohës së tyre. Kjo është terapia hyjnore për traumën. Rishiko të kaluarën me syrin e mëshirës së Allahut e jo të frikës. Largoj gjëra që mendon se nuk jeton dot pa të, mëso të kapësh gjarprin, të përballosh frikën duke mbështetur tek Allahu. Shpresoj që kjo histori të ketë bërë të reflektosh mbi plagët dhe traumat e tua. Mos harro ta lexosh këtë ajet, jo sikur Allahu i flet Musait, por sikur të flet ty, sepse ky ajet është një shërim i mrekullueshëm për traumat. Faleminderit që ishe sot këtu me mua. Uroj një ditë apo natë mrekullueshme, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Assalamu alaikum.